Këtu në Velani, siç e shihni, prehen një numër i madh i dëshmorëve, të cilët kanë dhënë jetën për Kosovën. Sot është dita e dëshmorëve të rënë në komunën e Prishtinës, që koincidon edhe me shumë beteja që janë bërë në fshatrat përreth, të cilat do t'i përkujtojmë së bashku me familjarët e dëshmorëve dhe familjarët e martirëve edhe në Makoc edhe në Marec. Këtu në Velani, siç e shihni, prehen një numër i madh i dëshmorëve, të cilët kanë dhënë jetën për Kosovën, që është edhe një dëshmi për luftën e gjatë, për lirinë tonë, për pavarësinë dhe shtetin që e gëzojmë sot. Prandaj i përkujtojmë të gjithë me respektin më të thellë dhe çdo ditë udhërrëfyes e kemi pikërisht sakrificën që dhanë këta dëshmor në tokën e Kosovës, e cila është e larë me gjak, duke mos harruar asnjëherë që themelet më të forta të shtetit tonë qëndrojnë edhe sot pikërisht për shkak të kësaj sakrifice.